Aksioni spektakular i njësive speciale të Shtetet Bashkuara të Amerikës për kapjen dhe nxjerrjen përpara drejtësisë së presidentit Venezuelës Nicolas Maduro ka ngjallur diskutimin në botë, jo vetëm për legitimitetin e tij dhe për faktin e ndërhyrjes brenda territorit të një vendi sovran, por po aq për mënyrën efikase se si një njësi speciale elit amerikane ka arritur të depërtojë, të marrë dhe të nxjerrë jashtë territorit të Venezuelës presidentin e një vendi pa humbur asnjë pjesëtar dhe asnjë prej pajisjeve të saj. Po kush janë dy njësitë speciale që Shtetet Bashkuara të Amerikës përdorin në aksione të tilla dhe kush janë 5-6 aksionet më spektakulare që ato kanë kryer? Janë dy njësi, Delta Force, e cila kreu marrjen e Maduros dhe dërgimin e tij fillimisht në helikopter mbajtjen Iwo Jima. Njësia Delta është krijuar në vitin 1977 sipas modelit SAS të britanikëve dhe është një prej njësive militare, stërvitet brenda territorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe vetëm 10% e kandidatëve arrin të kalojnë konkursin. Është një njësi spektakolare e cila ka marrë pjesë në shumë operacione. E dyta është SEALS 6, që është një njësi elit jo e këmbësorisë siç është Delta, po e marinës amerikane, e cila është krijuar në vitin 1980, që stërvitet po ashtu në kushte ekstreme dhe që konsiderohet një prej njësive militare të globit. Po kush janë operacionet kryesore që ato kanë ndërmarrë? Njësia Delta ka ndërmarrë operacionin e vitit 1980 në Iran për shpëtimin e pengjeve, atë të vitit 1993 në Mogadishu, atë të vitit 2003 për kapjen e Saddam Husseinit, 2019 për kapjen e Al-Baghdadit dhe Maduron, ndërsa njësia SEALS ka ekzekutuar Osama Bin Ladenin në maj të vitit 2011. Këto janë dy njësitë speciale, më pas do ju tregoj për të 6 operacionet kryesore dhe si kanë dalë ato.